Zoja Zotri, jemi në podcastin e radhës me një zotri të nderuar i cili merret me bujqësinë, i cili një ka qenë veteriner me zotin Shoqëri Hysa. Para se të jap zotrisë fjalën, duhet të them dy fjalë në lidhje me ekonominë e vendit tonë. Jemi 2 javë para zgjedhjeve në këtë fushat. Nga kandidati kryesor që është kryeministri i Shqipërisë, nuk kemi dëgjuar asnjë fjalë në lidhje me ekonominë, me bujqësinë, e cila me sa di unë është hallka kryesore e ekonomisë shqiptare. Kemi dëgjuar një tur nëpër qytete dhe nëpër Shqipëri, duke thënë shqiptarëve që jeni budallë. Pra fjala çyryk këtë nuk kupton. Ky mund të hyjë në librin Guinness në të gjithë aspektin politiko-botror, ku nuk ka ndodhur kërkund në botë, për këtë jam i bindur. Ku nuk ekziston asnjë manual politik të botës, që i pari i vendit, që kërkon dhe një mandat tjetër, nuk u flet për diskutime dhe për pyetjet që i bëjnë zotrisë, për bujqësinë, për ekonominë, për turizmin, por ju thot një gjë gjithë shqiptarëve, nga veriu deri në jug, ju jeni të marrë, ju jeni budallë. Shpresoj që ju që shikoni, sado që e shihni këtë podcast modest, me 11 maj, ti tregoni atij që ai është i marrë. Po ja jap fjalën zotit Hysa. Zoti Hysa, prezantoni veten tuaj. Po, unë jam Shoqëri Hysa, punoj bujk fermer, specialist veteriner, punoj në zonën njësinë administrative e Gjergja, kam pothuajse 34 vjet, qysh 91-shin duhet të them, që merr me bujqësinë. Ashtu si fillimit e veta, edhe unë pata dëshirë të hapja një kompani dhe e realizova këtë dëshirë dhe me shumë forca, si që është bujqësia në përgjithësi. Është sektori vështirë, është sektor ku i shman, thuajse të gjithë. Por dëshira, pasioni më bane që t'isha me sukses. Po këtë sukses e them deri në 2013. Në base bie që kësi tingëllon si keq, sepse do të themi pasaj që mas 2013 shu bë. Po dhe vërtet kështu është. Nga 2005 do të thoja deri në 2013, e them sinqerisht që nuk njeli bujk fermer. Pa unë mbështetur për çdo produkt, për çdo prodhim që ne prodhonim. Flasim në fushën e fidanishtes. Si pjeshka, molla, qershia, darta, kumlla, rrushi, e të gjitha pendet janë. E megjithatë, ne me tjetër shpresë dhe dëshirë që të vazhdonim dhe këto vite dhe kujtuam se vërtet do ishte kështu, por u zhgënjym. Dhe këtë e them sinqerisht, me proba, me fakte dhe me të gjitha. Pas 2013-s, e them, unë kisha një kompani në rreth mbi 25 punëtorë. Prodhoni i kishim gjithë. Sepse në atë kohë, nga 2005, për çdo fermer, për çdo fidan, për çdo dylym të mbjellur me fidane, shteti tipte 300.000 lekë vjetra dha. Sepse kuptohet, fermeri do mbjelli, do presi 3 vjet. Pre 3 vjet, po 3 vjet çfarë do haj? Që kështu do shteti është i detyruar që ti mbështesë këta fermer. Dhe kështu u bë. Faktikisht si shtrëgohen të dhënat. Pra mbas 2013-s kjo nuk ndodh më po jo, absolutisht. Për shembull, nga 2005 deri në 2013, Shqipërisë u gjende diku ke 1 milion, 1 milion e gjysmë rrajo liri dhe vajtëm në 12 milion. Ky ishte një investim që po i jep frutet sot. Po thuajse një pjesë fermerë, po mbështeten tek të ardhurat nga ulliri. Që është një pyetje në prafërsisht. Sa mendoni ju janë dhënë para nga shteti në total? Sa mendoni ju? Nuk mund ta dini saktë, vetëm për mbjelljen e rrojve të ullirit. Sa mendoni? Shiko, afërsisht, mase mund ta quaj. Po nuk kanë, afërsisht. Po hidhesh 160 milion euro në vit. Nga buxheti i shtetit. Vetëm për gjithë bujqësinë, vetëm po për gjithë bujqësinë. Pra 160 milion nuk ishin pak. Po. Sepse i mbulonin të gjitha fushat. Po, sa mendoni që mund të ketë marrë ulliri se du të dalë diku para këtës? Them ulliri mund të ketë marrë pjesën më të madhe. 50-60 milion? Po, më pjesën më të madhe, në vit mund ta merrte ulliri. Mos them dhe 100 milion. Në gjithë Shqipërinë, Po, në gjithë Shqipërinë.
E dini ju, se po e ndërpres që gjithë buxheti ka qenë 160 milionë euro. Po. Për gjithë bujqësi. Po. Dhe ulliri që ka dalë të paktën për edhe unë si konsumator gjithë konsumoj vajin e vendit sepse ka kosto është i lirë dhe është i mirë. Sigurisht. Është bio, është natyral nga fermerët. Po është natyral. Por, pse e pyeta këtë? E dini ju që diku afër 500 milionë euro kjo qeveri, se ka njerëz që na thonë që jemi i lloj. Dëgjojeni që nuk jemi i lloj. Kemi edhe në gjuna sa dush, po jemi i lloj. Ka harxuar $500 miliard për incinerator që nuk funksionojnë. $500 miliard. Nëse do hidheshim në bujqësi, çfarë mund të ndodhte zoti Krysa? Unë më them, Flasim $500 milion. Në qoftë se do udhëshin, Në bujqësi çfarë mund të do ndodhte? udhëshin këto $500 milion, unë them që Shqipërisë mund t'i futin dhe ja 10 milion, 12 milion. Sepse ka akoma si përfaqe toka të konsiderueshme. Pyetje tjetër, nëse këto 500 milion euro të këtyre fantazmave që janë grabitur, sepse ka dalë zëvendës kryeministi që është miku vet, njeriu më jashtë, që thotë që janë para të zhdukura, të hidheshin në bujqësi. Bujqësia do krahasoj me rajonin, do katë nivel në rajonin. Tash po rrezikoj, po them, do i afroj Greqisë që është vendi i BE-s që nga vitet 80? Po unë po them edhe kaq. Vetëm fusha e Elbasanit, po hyt paktën sepse unë kur vete punoj dhe shikoj ndjej keqardhje për bujqësi që këto 12 vite po kthehet në vitet 46, 48, 50, do ta thosh pse. Shikosh, kur ne bëm kanalet në 2005, 2013, u bën kanalet e para, kanalet e dyta dhe ngele kanalet e treta, po ta kuptosh nga ana specialistit. Po, Po, kanalet e treta, vetëm fusha e Elbasanit me 6 milion apo 10 milion euro bësh komplet e gjithë e modernizuar. Vete sot fermerit, të ndjekësh fermerin sot, rri 5 ditë për të vadit 5 yll tokë. Pse? Për të bërë një kanal me bazë në fund. Infrastrukturë. Po sigurisht. Vadit 5 ditë, ndërsa atë po ta kishe bërë shteti, që e ka detyrim, sepse ikën i gjithë ujë kot. Fermeri ka kohë fermeri të rri 5 ditë për të vaditur atë si përvajë toke. Këta kanë 12 vjetë, nuk arrin të bëjnë një kanal. Që bëj një pyetje që nga smoje. Pse ndodh që në disa fshatra të Elbasanit ta fermerë që vuajnë kaq shumë vazhdojnë ose kanë votuar vazhdojnë këtë parti që s'ka bërë asgjë? Ma shpjegon dot? Shiko. Tani ku fushat janë, po do ta ngacmoj që. Okej, jo, të kuptoj mjaft mirë. Se unë nuk e kuptoj. Ne jemi edhe i çik. Unë flas, jam fshatar, jam fermer, jam bujk. Ndoshta edhe niveli. Jo, kam vështirësi që ata e kuptojnë nivelin. E kuptojnë nivelin, e Kanë dhënë votës për një gjë. Por ne jemi popull që pranojmë dhe vujtjet. E thon trendi mas një, është fatkeqësi. Unë e di fatkeqësi. Pyetja ime e dytë, ndjej mendoni fatkeqësi që këta zotërit që miqtë të tuaj se ne jemi popull i vogël, miqi keni aty që mendojnë. Sigurisht jo. Do ndryshojnë në këtë kohë? Dhe jo se jemi në fushat, por se duhet. Po sepse duhet të ndryshuar dhe në qoftë se nuk ndryshon do jetë fatkeqësi. Unë do të them sepse unë edhe në dashje pa dashje po kalojnë politik. Po unë në programin aty unë nuk shoh fare që mund të më kthehet si bujk e thoj zotëri. Sepse për mua të kthehemi çik asaj pjesë më parë. Ore, ta thon kemi udhë 30 milion euro. Po kanë udhë 1/5 e asaj që udhshim neve diku. Udhësh ai. Po këto 30 milion euro, këto unë pa flas në fushën e Elbasanit që unë punoj, unë më kanë marrë 5 veta. Po këta 5 veta përfaqësojnë me mira fermer të vegjël që kanë nga 5, nga 8, nga 7, 8 dylym. Kjo nuk shkon. Zoti Hysa më shqetësoni gjithë dhe e them edhe me njerëzit që janë fermerë që i takoj. Ose më habit, më çudit. Mas mund t'jemi rast unikal. Ky fermeri që këtë shqetësime dëgjon në çdo të sep. Pse nuk reagon kur gjithë ky fond shkon tek 5 veta? Pse nuk reagon? Çfarë ndodh? Se nuk do të pyes këta pyetje psikologjike, sociologjike. Pse nuk reagon? Shiko, çfarë ka ndodhur? Pse ka frikë ky fermer? Kam dhe frikë. E them dhe këtë pjesë. Edhe di pse e them dhe përsëri këtu ndjej keqardhje. Sepse pjesa me mirë e bujqve, fermerëve atje ore thot po marri 100.000 lekë, valla. Një tip asistence se ma ka thonë ky, ma ka thonë ky, ma ka thonë atje. Kaq thellë ka hyrë për mua lufta klasave,
sikur të ishim përsëri në vitet 70 kur ajo thellu në kulmin e vet. Pra, këta kanë thelluar. Ju që Kjo keni është qasje, pra ne themi, ndjej si qasje pa ju pra që jeni pak opozitar, e ndjeni këtë në biznesin tuaj? Po sigurisht një. Sepse edhe unë gjasa pergu dhe nuk jam dënur pak. Po i kam dokumentet mirë. Jam dënur dhe 6 milion lekë. Jam dënur Thjesht ju 6 nuk milion do- lekë. keni Po, milion unë jam bujk. Bujk më bujk. Unë marr tokën e tjetrit që e lën batall, e lën tokën pa shfrytzu. Ajo toka aty është pasuri kombëtare. Ajo do mbillet dhe do shërbej të gjithën. Bujqit e ashtu, ne nuk mbështetim. Jemi në një pikë në rënë të lirë. Unë po të them, po flas për këtë vit. Dhe po të marrë rastin konkret. Unë vetëm këtë vit kam prodhuar mbi 50.000 fidan kur. Të prodhosh 50.000 fidan, imagjinoj nuk mund t'i numërosh. No. Jo t'i mbjellësh, jo t'i shartosh, jo t'i bërë gjitha proceset. E sa subvencion, sa ndim keni marrë? Një zero fare. Një zero fare. Mirë se kjo. Unë du politikën e shtetit. Dhe po marrë një rast. Të importohet hurma nga Greqia, nga Turqia dhe të vinë në Shqipëri dhe të shitet me çmim 2.000 lekë të vjetra. Deri në 2.400. E din, kanë statistikë, kanë dhëna. Në tregun, më fal, ta nxjerr si argument, në tregun e Tiranës dhe mos stimulohen bujqit fermerët shqiptar, sepse smjellin hurma të thosh. Dhe këte ta bëjnë që hurmat prodhohet nga jashtë, po marrim rastin më të freskët dhe të shitet këtu. Kur sot me 1 hektar, në qoftë se do subvencionosh, një fermer mund të merrte mbi 5-60.000 euro. Po të ishte subvencionu, këto lekë ikën jashtë. Siç vinë, merren, ikën. Pse ndodh kjo? Pse mendoni? Po sepse pikërisht kjo është, se këtyre më shumë për mua u intereson dogana, por vëllai vi mall nga dogana thjesht se sa të merret me sponsorizime. Apo mos janë 5-6 grosisë që kanë interese? Sigurisht ata. Për dhe një oligarki, marrin para dhe takse paguese të shesin produktin. E merr produktin, e ka të gatshëm, e ka tregu. Pyetje prapë, pyetje shqip. Ja vlen të merresh në bujqësi? Po të mbështetet sinqerisht dhe po të ketë seriozitet nga shteti dhe me shumë pak, ja pa them. Investime. Po shumë pak. Çfarë mund të jenë 10 milion euro për një fushë të Elbasanit që ka mbi 5.000 hektar tokë në fushë? Nëse shteti Dhe nuk po vadi, më fal, nuk po vadit po del të dali toka e fushës mbi ujë për shkaqe, sepse ujiti është kanali, është lumi Shkumbin që furnizon 2 kanale të fuqishëm, që është por të thush 70% rrjedh, ikën, nuk kanalizohet, nuk futet, nuk shkon në destinacion. Për sa? Për 10 milion lekë të vjetra. 10 milion euro të vjetra është fatkeqësi. Dhe këte nuk ka një të dali, një kryetar bashkie të vi që e ka futur, e kanë marrë bujqësinë, ja kanë futur në sqedlla, ja kanë futur bashkisë. Më falë dhe tjetër, uji është për të lëshuar sot bujqësia të shikosh duhet të lëshohet. Kanalet kryesore sepse ka miell produkte, ka miell nisë, nuk bie shi. S'ka, falimento për mirë. Duhet të jetë ujtë aty. Jo do vinë në fund qershorit. Një korrik. Kështu ndodh çdo vit. 2 tema mua në këtë podcastin tonë nuk kanë shqetësuar ose më kanë irrituar dhe vazhdojnë të irritojnë. Një, ka qenë rasti i inceratorit, i cili ka marrë 24 milion euro në Elbasan dhe nuk funksionon asgjë. Sigurisht, asgjë. 24 milion euro. Unë e kam përmendur. Dhe dy, kjo çështje e bujqësisë është për të çmendur, për të shkurur flokët. Sepse shkojmë në përfshatra dhe takojmë njerëz. Dhe në vend, në këtë padrejtësi kaq të madhe sociale që i ndodh fshatarit, i cili ende, do unë shkoj nga ana perspektive politike, dhe kam drejt ta shoh. Po. Madje në shumë fshatare kam pyetur, si doni ju, pra me që ne jemi nga arë politike, të sillemi ne që të na mbështesin ne. Programi 1, 2, 3 nuk po realizohet. Dikush doni edhe ne të vallëzojmë, doni të ushajmë edhe ne. Çfarë duhet ndodhi që një fermer i cili është i rrobtuar, e shikon që është me duar të lodhura, i lodhur, se bujqësia është e vështirë, dhe nuk reagon. Ky vend që ka kaq toka të bukur, ka natyrë kaq të bukur, gjithandaj jeshil. Pra është me ujë, me gjithat begat. Kjo tokë që ka Shqipëria, nëse investohet në teknikë dhe në këto infrastrukturë që aty, e mbulon dot rezervat e veta dhe të ketë një ushqim të shëndetshëm, sepse
Një nga shtimet e sëmundjes së kancerit janë pikërisht kimikatet, pesticidet në mas, këto hormonet që hidhin. E ka Shqipëria këtë kapacitet që të prodhoj një ushqim, prodhoj nga toka vetë frutat e perimet që t'jenë, s'po themi 100% bio, se më të ketë kushte shumë vështira, po t'jenë të shëndetshme. Për Shqipërinë. Po, thash, qofse ata venin të paktën vejnë, ore nga buxheti i shtetit që atë ku diun 8 miliard euro. Ore të heqësh 160 milion për bujqësinë, 160 milion që për mua është një shifër, edhe pse ne jemi vërtet vend i vogël. Ore nuk i pët fare për bujqësinë. Ore mund të më thonë që e kemi dhënë filanit, e kemi dhënë këtite, e kemi dhënë. Ore nuk i pët fare për bujqësinë. Ore nuk investohet fare. Sot veshte të shikosh, them sinqerisht, vinë fermerë do vjeli në Ullin, nuk kanë një rrugë për të kaluar midis këtij malit që kanë bërë për bukuri. Kanë mjellë më goxha. Ngrihet fermeri dhe i dytërohet vej ta marrë o të blesh dron, e ta marrë shtas ati t'ja sjellë shumë poshtë. Ose t'i bajnë kurris është një torturë. Si mos të sjellësh ti si bashki, kush e ka këtë bujqësi? E ke fut në sjellat e bashkisë, po, çojmë atje. Krijojmë çdo siç e ka gjithë bota. Krijojmë një rrugë provizore në fundit, në shtator, tetor, shqojmë një rrugë. Vunë më, po lën dhe Ullin, po i braktis sepse thotë, i kam në prodhim, nuk i vjel dot se s'kam ku t'i çoj. Për çfarë? Për një varings. Çfarë do bëje kryetari i njësisë administrative atje? Ai është për mua është thjesht çoban. Ai nuk ka fuqi. S'ka fuqi. Fundi edhe bashkia s'ka fonde. Kush i ka këto fonde? Ku do t'i marrë këta? Po i braktisin dhe Ullin që ata mbullën vetë. Po të shikosh do më falësh, po të shikosh të vesh në për parcelat e tyre në Kodër do gjesh ferra. Ferra. Ullin. Zotë Gjysa, një pyetje të shkurtër. Shtur. Mendoni që ligji 7501 e ka dëmtuar bujqësinë apo e ka ndihmuar bujqësinë? Shiko. Në qoftë se unë Ju e dini më mirë se unë? Po, në qoftë se unë që kam tokat e gjyshit tim, atë sipërfaqe që kam në atë zonë atje, 125 hektar, normal që unë do të administroja. Jo të gjithë janë bujq. Jo të gjithë, nuk ka shans. Ti është bujq, është dëshirë, është pasion. Kurse bujqësinë kohën e regjimit e trajtonte ndryshe, e persekutonte, të merrte, ti e pa denjë të qonë i ka t'jenë bujqësi. A i e pranon të vetë. Pra e kishte ndëshkim? E kishte ndëshkim, kurse unë e kam kënaqësi. E unë po themi, kam prerë gishtat, ja ke janë këtu, ja ke janë, ne dëvë po deshe kamera, le të vej ku të dush, ti shikosh gishtat, unë kam pasion të shartoj. Unë më të kemë dhe i pëllore. Por ju do ishte më mirë, do ishte plantacion. A e kupton, sigurisht. Sot, duhet gjesh një çoban, jo të gjithë bëjnë çoban, po më ka çoban që e ndjen në aromën e delës, të lopës, atë duhet stimulur. Ati duhet t'i thush se po punon për vete, po punon dhe për ne. Për gjithë, ta se bajnë unë. Jo më nuk ka shans të bërë. Zoti Hysak, se jemi pranë fundit sa që është koha e podcastit, një mesazh për fermerin, fshatarin, bujkun, nga ju i cili njeh shumë mirë para kamerës sot. Shoko, unë bujqit dhe kolegët mi specialist, bujqit që bujt persekutohen në shtresa, unë e kam thonë sinqerisht, që të mbjetosh në këto kushte, është shumë vështirë. Unë e them sinqerisht, duhet me nohën mirë, sepse këto 12 vjet i kam vujtur, jo. Po të gjithë si puna ime, kush merret në bujqësi, ka qenë vërtet i torturuar, i masakruar, dhe duhet me nohën mirë. Duhet me nohën të them sinqerisht me shpirt. Të me nohën mirë. Nëse vazhdo në një të gjë, do të dhe ta qika talentës që i ka majtë dëshira pasioni, jam i sigur që do të braktisin. Pastaj do mbi ferra si në fush edhe në Kodër. Ashtu si që kam birë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Shumë i qartë dhe kënaqësi. Faleminderit juve. Shpresojmë që jemi në episodin tjetër.